Komisioni Evropian ka publikuar raportin e vitit 2026 për situatën e sundimit të ligjit në Shqipëri, ku vlerësohet se vendi ka vijuar zbatimin e reformës në drejtësi dhe strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë. Raporti i Këshillit Evropian vlerëson punën e SPAK në luftën ndaj korrupsionit, por evidenton sfida të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e medias, transparencën dhe cilësinë e procesit ligjvënës. Sipas raportit, procesi i vettingut për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët është përfunduar plotësisht pas mbylljes së fazës së ankimeve. Komisioni Evropian vlerëson se ky proces ka forcuar më tej pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe integrimin në sistemin e drejtësisë. Komisioni Evropian vlerësoi se pavarësisht se sistemi gjyqësor ka treguar qëndrueshmëri, përpjekjet për ndikim të papërshtatshëm ndaj institucioneve të drejtësisë dhe sulmet personale ndaj magjistratëve kanë vijuar. Raporti i Komisionit Evropian shpreh një vlerësim pozitiv, i kushtohet edhe strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila, sipas raportit, ka vijuar të jap rezultate në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe ka krijuar një histori solide hetimesh, ndjekjesh penale dhe dënimesh. Megjithatë, komisioni evidenton se koordinimi mes institucioneve të përndalimit të korrupsionit dhe strukturave të zbatimit të ligjit mbetet i dobët. Korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në Policinë e Shtetit, prokurimet publike dhe sektor me rrezik të lartë, thuhet në raport. Raporti i Këshillit Evropian shpreh kritika për procesin ligjvënës dhe polarizimin politik në Shqipëri, që vjen të ndikojë negativisht në punën e kuvendit, veçanërisht sa i takon përdorimit të politikave të bazuara në prova dhe efektivitet të konsultimeve publike. Raporti përmend edhe nismen e një grupi deputetësh të Partisë Socialiste për ndryshime në kodin e procedurës penale, të cilat dynonin zgjerimin e kategorisë së zyrtarëve që nuk mund të pezullohen nga detyra si massigurie gjatë proceseve gjyqësore. Në të njëjtën kohë, gjykata kushtetuese vlerësohet se ka vijuar të luajë rol efektiv në garantimin e kontrolleve dhe balancave institucionale. Raporti përmend gjithashtu emërtimin e një avokati të ri të popullit dhe një komisioneri të ri për mbrojtjen nga diskriminimi. Sa i takon shoqërisë civile, Komisioni Evropian vlerëson se organizatat vijojnë të veprojnë lirisht, por përballen me sfida si diskreditimi publik, transparenca e kufizuar në hartimin e politikave, praktika jo të njëtrajtshme të konsultimit dhe vështirësitë për qëndrueshmërinë financiare. Në raportin për vitin 2026, Komisioni Evropian shpreh shqetësime për pavarësinë e autoritetit rregullator të medias dhe pavarësia e kufizimit të transmetuesit publik dhe ende nuk është garantuar një sistem i drejtë për matin e audiencës, shpërndarjen e reklamave shtetërore dhe burimeve të tjera publike.